Atentati në Lundër, Ervin Karamuço, ADN autorëve përzier është e vështirë të identifikohet. Në një intervistë, eksperti i kriminalistikës Ervin Karamuço ka folur rreth atentatit në Lundër, ku shpreh se mund të ketë ndihmë nga autoritetet e huaja. Eksperti i kriminalistikës Ervin Karamuço thotë se ADN e autorëve të atentatit në Lundër është e vështirë të identifikohet. ADN është e përzier, nuk e identifikon dot, është shumë e vështirë. Këto janë gjëra shumë shkencore, por mendoj se mund të na ndihmojnë ndërkombëtarët në këtë drejtim. Por ne kemi patur edhe autorë që e kanë kyçur gojën, nuk flasin dhe nuk e kupton dot se kush është porosit si ti, theksoi ndër të tjera profesori kriminalistikës.